Në skenën e teatrit të kukullave Piroxaci në Pogradec u ngjit në skenë komedia Mbledhëria e Anton Pavlovich Çehovit me regji të Jurgen Lit Shkollarit në interpretimin e nxënësve të talentuar të gjimnazit Gjergj Pekmezi, Bianca Ferro, Nikolaj Kumbulla dhe Erdi Muçllari. Është një komedi një akshe, domethënë përgjithsisht flet për dy fëmijë të cilët kanë një marrëdhënie konfliktuoze. Dhe për ironi të fatit, domethënë një personazh i quajtur Lomov shkon dhe propozon për martesë vajzën e fëmijët të cilët ka këto konflikte. Dhe propozimi nuk shkon ashtu siç duhet të shkonte një propozim dhe në atë moment hapen temat e pronave dhe aty fillon edhe një sherr i pa kontrolluar. Ishte nga gjimnazist, domethënë gjimnazi kërkoi që të vinte një shfaqje dhe unë e pranova me kënaqësi. Dhe doja thoja që jam shumë i kënaqur me rezultatin që kemi arritur. Kishte shumë publik. Shfaqja trajton njerëzit të cilët janë, si thua, të fiksuar ose të obsesuar mbas pronave të tyre, saqë arrin deri në atë pikë sa që degradojnë personalitetin e tyre, gjithashtu sjelljen dhe marrëdhëniet me njerëzit. Personazhi im ishte Lomovi, ishte një personazh kompleks. Mund të them që kemi 2 muaj që përgatitemi për këtë shfaqje. Rezultatet u arritën padyshim, i vendosëm objektivave të thonë që në fillim, kisha një personazh pa kompleks. Të luaja në këtë skenë mund të them se ishte një përgjegjësi më vete. Isha shumë i privilegjuar që regjizori më përzgjodhi dhe mund të them se do të jetë një nga eksperiencat më të bukura që do të kemi jetë. Premiera e shfaqjes u ndoq me interes nga publiku. Me situata plot humor dhe interpretim të gjallë në skenë, shfaqja solli momente argëtimi për të pranishmit, të cilët e ndoqën me kënaqësi dhe reaguan me duar trokitje të ngrohta. Mbledhëria, një nga komeditë më të njohura të Çehovit, trajton me humor marrëdhëniet njerëzore dhe absurditetin e konflikteve të vogla, duke mbetur një vepër aktuale që vazhdon të tërheqë publikun edhe sot në skena teatrore. Përmes situatave komike dhe ritmit të shpejtë të dialogut, shfaqja solli momente argëtimi, duke dëshmuar njërazi edhe angazhimin e vetë të rinjve në aktivitete artistike e kulturore në Pogradec.